opozit, se po e shohim që trendi është që opozita vetë ketë probleme. Mund të shohë rezultati brenda opozitës, po jo opozit. Kemi pretendime që kandidat të PD-s brenda vetë partisë tyre mund të kenë trafikuar me njerëz të tyre, me ndikimet e tyre, vota nga njëri kandidati PD-s ke tjetri, po kështu e shoh edhe deri diku, se edhe SHE është një fraksion i dal nga PD-ja, domethënë një zgjatim i saj. Pra shtrihet kjo dukuri tek PD-ja apo një pjesë që ka qenë PD. Besoj se efektet deri tani janë që u kërkua me vonesa ligjore, domethënë, pra duhet i shkërkuar brenda 5 ditëve nga sipas ligjit nga dalja e rezultatit përfundimtar ose të mbarimi zgjedhjet duhet i shkërkuar këto pretendime. Megjithatë, edhe pse disa janë miratuar mbas edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, mendoj që do të kemi një rëndim të situatës politike brenda vetë PD-s. Ky është një proces autodemaskimi. Nëse do të provohet që kandidatët e PD-s kanë marrë vota nga njëri tjetri, kanë trafikuar vota dhe pastaj pretendojnë që do të vazhdojnë misionin e tyre si parti për kthimin e votës lirë. Është e shoh politikisht me një kosto shumë të madhe. Juridikisht mendoj që do të kemi, nëse provohet gjithmonë, që është e vërtet kjo punë dhe nuk do praket ky rezultat, do të kemi dënime numëruesish dhe komisionerësh, por mund të kemi pasaj edhe pasoja politike ndaj subjektit juridik që në këtë rast është PD-ja. Avokat, qofse ne qëndrojmë në këto zhvillime, ekziston që nga ky rinumurim Ali Mehmeti të marrë mandatin apo një nga mandatet e partisë mundësia që konkretisht i bie të zotit Kapri, sa ekziston mundësia dhe apo bëhet ky rinumurim si një marrëveshje PD-PS për t'i marrë mandatin zotit Shejt? Keni ndonjë informacion ose çfarë probabiliteti ka që të ndodhi kjo gjë? Unë nuk kam në informacion, kjo duhet parë nga mënyra se si do të shkojë rinumërimi, çfarë rezultatesh do prodhojnë. Zakonisht probabilitetet janë kur dallimi midis personave që janë garë është 91%. Kështu që duhet parë. Qofse është kjo diferencë ngushtë, mund të ketë një probabilitet. Megjithatë, nuk besoj se do të sjellë duke parë trendin që ka qenë dhe në Gramshe 100, nuk besoj se do të sjellë ndonjë zhvillim të rëndësishëm. Pasi pam që ishin vetëm 15 fletë votimi të pablefshme në 94 apo 95 kuti në zonën e Gramshit të 100. Nëse do të jetë ky trend, atëherë do të kemi po të njëjtin rezultat. Pra nuk kemi një trend bullgar, po thoni ju se akuzat e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike flitet për një trend bullgar që ka bërë masakër. Tani nuk e di, dikur kemi pasur një ambasador bullgar që ishte bërë si antar kryesie, Naumovin, antar kryesie e PD-s. Deri tani kemi një trend tallash, jo trend bullgar. Trend tallash? Po, por që ky trend po merr një supergjiro në drejtim të asaj që unë thash të vetë shkatërimit PD-s. Po shkatërohet i gjithë morali PD-s, ai që ka ngelur, po shkatërohet se ka hyrë në procesin e autodemaskimit. Dhe nëse del kështu që qekan këto ofiro, unë e shoh tjetër kund që çalon procesi i votimit në Shqipëri. Që nuk kemi një votim të shumicës shqiptarëve, nuk është mundësuar, pra me anë elektronike, nuk kemi një listë proporcionale kombëtare, ku vokacioni për një subjekt caktuar, qoftë për një person, pra personi, individit nuk i lehet mundësi të jetë në këtë garë të bëjë një garë ndershme. Nuk kemi një kontroll nga një administrat e pavarur, e papolitizuar të gjithë strukturës zgjedhjeve, pra që nga Komisioni Zgjedhor dhe deri tek numëruesi poshtë. Kemi një marrëveshje bipartizane PS-PD për kontrolluar zgjedhjet, për të bërë të kod zgjedhor,
dhe për të përfaqësuar për na qeverisur dhe pse të dyja bashkë marrin 42% të gjithë elektoratit, siç ka ndodhur të radhë. Pra, gjitha kjo tregon që në këtë kod zgjedhor, që për mua është i parregullt dhe ka marrë bekimin edhe të PD-s edhe të PS-s, ne nuk kemi një ushtrim sovraniteti, por me këtë kod zgjedhor, po që ky marzhi i gabimeve, duket që është e saktë ligjërisht, po jo moralisht. Në krahun tjetër, PD-ja ka goditur. Se këtë do doja të pyesë, më ngacmohet me vetë shkatrim. Si mund të shkojë një parti në vetë shkatrim me një proces që rinumërimi? Sepse dhe kjo më ngacmoi pak, ka përgjegjësi politike nga kryetari i Partisë Demokratike që zoti Berisha, sekretari i përgjithshëm zoti Noka. Çfarë mund na thuash pak më shumë me vetë shkatrim, se si mund të hyjë një parti politike në një proces vetë shkatrimi? Unë në momentin që ka hyrë pikërisht në këtë debat, pra ka humbur dhe etika dhe disiplina parti, ka një lloj disipline çdo lloj partie. Ka hyrë në këtë debat kaq të rëndë, që njëri tjetrin po akuzojnë për tjetërsim mandati, tjetërsim të votës, të vullnetit të votuesit shqiptar, popullit. Unë e kam quajtur nga ana fizike, po që përdoret shpesh edhe në debatet sociale apo përcaktimin e një dukurie sociale, është vortex autodestruktiv. Pra, krijohet ai uragani me drejtim për nga qendra, në mënyrë për shpejtuar, shkatron veten pas një ndikim nga jashtë. A është kështu tani? Realisht, po rënohet dhe ai uniteti që kishin rreth Berishës, nuk e shohin më Berishën si garant. Nuk e shohin më personat që janë aty, besnikët e vetë si garant, zotin Berisha. Nuk besoj se dikush ka vajtur mbas komunikimit të akuzës, gjithë luftit gjatë që ka pas me drejtësinë dhe tani pa hyrë mirë në gjykatë, tani po hyn në gjykatë. Me përcaktimet që i kanë bërë aleatët strategjik britanik dhe amerikan, nuk e ka parë njëri Berishën për moralet. E kam parë si një figurë të fortë që do të siguroj deri diku një mundësi për disa persona që edhe unë ata nuk i shoh aq moralshëm, që do të hynë tani dhe të bëjnë hajër duke qëndruar grush bashkuar rreth një personi me kredibilitetin zero, ose bile edhe më keq se zero. Tani, ky personi nuk është më i fortë ti menaxhoj. Pra kemi njerëz që kanë qëndruar shumë më afër me Berishën, dhe të cilët po i thonë atij, shiko punën tënde tani. Ka njerëz brenda PD-s që ja thonë, po kështu lexohet gjithë kjo që po ndodh. Ta që po kërkojnë numërim votash, po i thonë, nuk e sigurove etikën e duhur që ne të jemi grup edhe jo të konkurrojmë me njëri tjetrin, dhe kjo shpreh edhe diçka më të rëndë, që këta e kanë ditur që nuk do fitojnë, nuk do marrin votat e mazhorancës për t'ia çuar minorancës që të bëhet mazhorancë, por kanë hyrë atje secili sigurojnë një vend të tij, e kanë ditur që nuk fitojnë përballë kësaj PS-je, me këtë ndërtim që ka opozita dhe me këtë përfaqësim, kanë hyrë për të marrë votat një tjetrit. Pra gara pas ka qenë me dystyre. Nuk ka qenë gara reale, në vetvete ata ka qenë me dystyre. Dhe po të shohësh, është rasti i pa imagjinueshëm që në një qeveri si kaq gjatë, me kaq probleme që ka Shqipëria, mazhoranca ka një humbje të votave të veta, por më shumë ka minoranca, ka opozita. Pra, krahasim me vitin 2021, kjo opozit ka marrë shumë pak vota. Marrë diku te 220.000 vota në pak? Fillimisht u tha 300.000, po kanë dalë 200.000. Për mazhorancën thuhet 70.000. Pra, të ketë një rënim të tillë, pra tregon që nuk është në kjo flet sakt, domethënë kjo shifër tregon që është në vetë shkatrim. Po kur nuk ka ndodhur dikur në PD që të plasë një luftë e tillë kaq hapur publikisht dhe të tentojnë të shkojnë edhe personalisht njerëzit para komisionit qendror dhe nuk po i përmban dot më tani po gjen dhe rrugë tjera, edhe vetë ajo klauzura ligjore që duhet të jetë subjekti që të bëjë ankesa dhe të ngrejtur çështje para komisionit, nuk po merr parasysh, po kërkojnë artifica me subjekte tjera e tjera. Po me subjekte tjera. Por mjafton kjo në opinionin publik, edhe jo vetëm shqiptar, për të thënë që